Prokuror, kam një pyetje që lidhet shumë me profesionalizmin. Ti ke qenë vetë prokuror dhe e di. Diskutimi më i madh edhe për këta 20 është ajo politika burg. Tani ti ke futur vetë në burg, se një prokuror vetëm fut në burg, nuk të përqafon, nuk të puthën ballë prokurori. Prokurori të fut në burg. Tani duhet marrë fund kjo praktik me që ka një lëvizje në tërë, po themi Shqipërinë si në politikë dhe në media, apo duhet të vazhdojmë me këtë standard? Mendimi im personal është që duhet ndryshoj kodi i procedurës penale. Pra duhet bëhen kritere akoma më strikte për caktimin e masës. Që do të thotë për ata që na ndjekin ta thjeshtojmë, ta e kuptojnë? Duhet vendoset, domethënë duhet bërë dy ndryshime duhen bërë. Po? Në alternativat e dënimit me burgim dhe të dënimet përfundimtare, po të kemi te dënimi thotë, po jo, unë them te masa e sigurisë. Dy thash. E para tek dënimi. Pra kur mbaron një person te alternativat e dënimit duhet të jenë dënime alternative që jo burg me kusht dhe te masat e sigurimit. Masat e sigurisë, këtu është gjithë. Dy janë pikat sepse mund të shkosh me masë sigurimi detyrim paraqitje dhe merr 5 vjet mbrapa. Pra sepse mund të rish sa zjat procesit shkosh në burg. Jo, pa diskutim që mund të ndodhë kjo. Prandaj po e marr nga këtu dhe dalim te masat. Neni 230 i cili përcakton kriteret e posaçme për caktimin e masës arrestit në burg duhet të ndryshojë katërsipërisht. Si duhet bëhet? Konkretisht flas. Konkretisht atje kemi burge e tjera. Tani duhet ndryshohet kur caktohet, do të thonë një paragraf se do jetë specialistë po një që propozimi im personal. Duhen kur caktohet masa sigurimit arrestit në burg duhet parë parasysh rrethanat lehtësuese, kushtet familjare, sociale, ekonomike. Pra nëse ti paraqet se ke një fëmijë të vogël, domethënë me përjashtim veprës. Pra, domethënë, për shkak të rrethanave sociale, ekonomike, ndalohet vendosja e masës sigurimit, ndalohet përdoret term, domethënë, mos jenë terma jo evaziv, po duhet përcaktuar qartë. Duhet të përcaktohet. Edhe përjashtimet sepse mund të kemi parasysh janë disa vepra penale, të cilët duhen shkruar në nenin 230. Për shembull, vepra penale e përndjekjes. Janë vepra penale që personi po s'u ndalon në burg ai do vazhdoj prap. Duhet bëhet disa lloj veprash që për këto vepra krimet ndaj personit për shembull. Ti s'mund të rish dyshosh për tentativë vrasje, të rish arrest shtëpie. Absolutisht jo. Sigurisht. Plagosjet e rënda, krimet ndaj jetës, shëndetit, akte terroriste të tjerë. Pra, vepra që ka një rrezikshmëri të theksuar. Po për politikanët? Shoqërore. Tani kanë detyrë ministra, kryetarbashkie. Për politikanët duhet parë vepra. Pra shifen rreziku i ikjes. Ai është në detyrë çfarë rreziku i ikje ka. Qëllimi për mendimin tim personal, qëllimi nuk duhet të jetë burgoset që të kënaqet njerëzit, u futet këy në burg. Duhet parë që dëmin që është bërë shtetit kthehet në harkën e buxhetit shtetit. Kjo është fitoria. Pra, mund të jetë një person gjendje të lirë ta marrësh në vëzhgim çfarë prona ka dhe ti konfiskosh dhe ti kalosh favor shtetit. Kjo është fitore, jo e futet në burg. Ja çfarë fitimi kemi ne për Ilir Beqës, a është në burg? Në burg është. Po të kishim gjetë në flasë gjithmonë pa e paragjykuar çështën e tij. Qartë. Pronat që janë gjitha ti të kishe dëmin i pretenduar, koncesioni po vazhdon prap apo vazhdon. Po tjetër. Kështu që tani veti kur ishe prokuror se kështu kur ikni nga prokurori juve thonë jo burg, po kur jeni prokuror te burgu keni mendjen. Këtë që thash këto unë kam zbatuar. Si e ke zbatuar? Krimet ndaj personit, krimet ndaj shëndetit, përndjekjet kam zbatuar masë ekstreme. Mund të jetë zbutur masa sigurimit kur e ka fal viktima, sepse ka raste të fal. Kur e fal, domethënë, dhe sepse viktima është pjesë e procesit penal. Kur të fali zoti punës, pra krimet ndaj personit, domethënë, aty te krimet ndaj personit është vrasja, sepse ka vdekur robi, e shef te masa e dënimit. Pra jo te masa e sigurimit. Pra kur e ka fali zoti punës, do të jesh më i qetë. Okej, një pyetje konkrete. Ju thatë Ilir Beqë, po më po shtoj Rion Veliaj, Ilir Meta, madje edhe Sali Berisha. Masat e sigurisë, si duhet ishin për këta? Mendimi im unë e kam shprehur dhe shpreh. Këta duhet ishin hetuar në gjendje të lirë. Gjendje të lirë? Në gjendje të lirë. Dhe kur t'jepte vendimi një gjykata pastaj final, ata të zbatonin? Madje edhe te vendimi final, mund t'i ishin dënuar me dënim alternativ, por qëllimi thash edhe një herë, nëse kanë vjedhur, se kështu thotë, vjedhë, ku është vjedhë? Atë është konfiskimi i pasurisë. Po, nëse s'ka konfiskim sepse qëllimi i dënimit është rehabilitimi i personit. Pra që ta rehabilitojmë, jo ta ndryshkojmë. Është qëllim që mësohet në vit parë te fakulteti drejtësisë ky është, por në praktik po ndodh ndryshe. Sot masa e sigurimit dhe masat e dënimit janë si masa ndëshkuese. Pra çojnë aty trish në burg, rri i vit burg, 2 vite të pyesim mbas i viti. Kjo praktik duhet ndryshohet. Vetë ke bërë ndonjëherë këtë? Unë në burg aty. Unë
tek veprat penale të përndjekës, se ke flas edhe me provat, të jap me provat dhe me vendime. Veprat penale të përndjekës. Jo, të besoj absolutisht, po. Veprat penale të rënda është përmburg. Vepra që s'janë përmburg, që mund për shembull ka raste për 1 gram drogë, duhet dënohet me kusht të jepet, pavarësisht se si janë rrethanat, nëse të bëjt 5 vjet burg për 1 gram, ndorshifet vendimi, ka raste 1.8, 2 gram, domethënë. Ku shkon? Prokuror, si ishin këto 3 vite për Altin Dumanin? Duhet kemi parasysh zoti... E ke njohur besoj? Pa, e kam njohur, s'bëhet fjalë. Ke bashkëpunuar, ke pasur Altin Dumani, para se të flasim për këtë, po të them një historik të shkurtër, se ndoshta edhe ai vetë, unë e mbaj mend, Altin Dumani ka qenë pjesë e task forces të themeluar tek Prokuria e Tiranës, në provim të themeluar në vitin 2007. Është themeluar me ndihmën e partnerëve tanë amerikan, Obdati, pra Obdati siç e mbështeste. Theodori Sollaku atëre prokurori i përgjithshëm. Theodori Sollaku, prokurori i përgjithshëm. Edhe ka firmos task force, më kujtohet shumë mirë. I ka ul tavolinë ministrin e financave, ul Theodori Sollaku, që këta ishin kohë që ishte i përplasje shumë e fortë me qeverinë Berisha. Më kujtohet shumë mirë. Dhe i kapën prej veshi, i ulën tavolinë. Prej veshi. Po, dhe zoti Dumani ka qenë aty? Ka qenë pjesë e task force. E task force. Ka pasur sukses te task force, pavarësisht se ka pas ndikime më të forta, se sot është struktura e SPAK-ut është më e mbrojtur. Atëherë me atë pambrojtje që ka pasur, ka qenë një strukturë e mrekullueshme e task force e Prokurisë Tiranës, se kam pas fatin se kam qenë 4-5 dhe i shifsha çuna, domethënë djem të rinj me integritet, kanë hetuar shumë çështje. Se më ke ishte zoti Dumani tjetër? Zoti Dumani, për shembull, tek task force ka pasur prokurorin Besnik Cani, Armand Gurakuqin, ka pasur Armand Gurakuqi, kanë qenë shumë oficerë, për shembull Elion Mustafaj, që është prokuror rrethi sot, Gentian Osmanin, kanë qenë një strukturë që ka pasur rezultat. Dhe po të vesh re atë, domethënë që u çelën negociatat, ka qenë pas ka qenë pararendës i SPAK. Po, edhe këtu për shembull zoti Dumani ka pasur presion shumë të madh në çështje caktuara, për shembull. Ka qenë një çështje. Në atë e keni fjalë. Po. Dhe i përballonte. I ka përballuar dhe çështje konkrete. Ka qenë një çështje në tokat e Kavajës, me interes shumë të lartë nga zyrtarët e asaj kohe, por ka rezistuar. Pra ka rezistuar bashkë me... I bënin presion? Presione nga më të ndryshmet. Politikanë? Po, politikanë kanë bërë presion për çështje për atë ka qenë në qeverisë e Partia Demokratike? Në 2008. Tani, Dumani di vetë, mund të flasë vetë.